ky perceptim është i gabuar edhe në aspektin gjuhësor. Kurani kur flet edhe në emër të gjinisë maskullore, kjo është çështje që ndoshta nga mosnjohja e gjuhës, por për arabët kjo është shumë e qartë, edhe kur urdhri është për burrat, thotë o ju burra, kur drejtohet, ai faktikisht përfshin të gjithë shoqërinë. Edhe kjo është e vërtetuar dhe me argumenta kur profeti alayhis salam për shembull ka thirrur në xhami, o ju njerëz, mblidhuni. Ummu Seleme, që ishte grua, kur dëgjoi këtë ngrit, i than po thret burrat, ai po i thret njerëzit. Tha nuk kuptoni gjuhën. Ishte ideja që ai njeriu që kupton gjuhën, kupton që në urdhrat kuranor nuk bëhet dallim kategorik në aspektin e, më thënë, përkatësisë gjinore, nuk ka kategorizim të tillë. Madje ndoshta nga një keq kuptim që mund të lindte, sepse është pyetur profeti Muhammed alayhis salam, sikur më afër i mban burrat, apo sikur domethënë shpesh herë urdhrat i ke për burrat, Zoti direkt mas kësaj ka zbritur ajete kuranore ku e ka specifikuar dhe kategorinë e grave, jo për të kompensuar një gabim, por për të korrigjuar një perceptim që mund të ishte në mendjen e tyre, dhe kjo është element shumë i rëndësishëm. Ajetet kuranore kur thonë ata që falin namaz prej burrave dhe prej grave, që kujtojnë Zotin prej burrave dhe prej grave, ose kur ajeti kur thotë kush bën punë të mira duke qenë besimtar, qoftë mashkull apo femër, nuk është se ky ishte një përjashtim nga ajetet tjera kuranore, por ishte një përforcim i një parimi, që të gjitha urdhrat kuranore janë si për burrin, ashtu edhe për gruan. Shpërblimet janë njësoj, dënimet janë njësoj, edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Por për të korrigjuar thash një perceptim që mund të ishte i gabuar. Shpeshherë ky perceptimi që Kurani i flet burrave, mban anën e burrave dhe vetë ajetet kuranore shpeshherë domethënë i drejtohen gjinisë maskullore, kjo nuk është e vërtetë. Thash edhe elementi gjuhësor ndoshta është ajo që e ka çuar një keq kuptim të tillë. Të gjithë ata që njohin gjuhën arabe në cilën zbriti Kurani, e kuptojnë që ky urdhër është gjithëpërfshirës,